Tani do votojmë për tekstin në tërësi të rezolutës ndërmjet Parlamentit Evropian dhe Parlamentit Shqipërisë. Kush është pro për Parlamentin Evropian? 1, 2, 3, 4, 5 vota pro. Abstenime? Nuk ka, kundër nuk ka. Nga Kuvendit i Shqipërisë, kush është pro? Nuk do votosh? Kush është kundër? Pra, 7 vota pro, 7 vota kundër. Rezoluta nuk miratohet. But they had to say us that they are not voting it. Do kishte qenë mirë që na kishin thënë që nuk do votonin në fund. Gjoxha, dëshiron të thuash diçka? Faleminderit të gjithëve, ishte një përpjekje e mirë për të siguruar në votim të përgjithshëm për rekomandimin përfundimtar, pavarësisht nuk ja dolë me sukses. Dua të falenderoj shumë deputetët e Parlamentit Evropian që votuan pro rekomandimeve. Dhe tani do bëjmë një pushim për kafe për 10 minuta. Më pas do kthehemi përsëri në sallë për të vjuar me diskutimet. Faleminderit.